Ka nisur punën këtë të martë Komisioni i Reformës Zgjedhore i ngritur për të rishikuar ligjin për zgjedhjet dhe për shkak të rekomandimeve të OSB-i Odirit. Ky komision drejtohet nga dy bashkëkryetarë, Damian Gjiknuri nga Partia Socialiste dhe Oert Bylykbashi nga Partia Demokratike. Bashkëkryetari Gjiknuri theksoi se Komisioni Evropian kërkon detyrimisht transparencë në financimet e partive. Komision në radhë të parë duhet të udhëhiqet nga parimit adresimi i rekomandimeve të Odirit për sa i përket zgjedhjeve. Janë disa rekomandime nga shumë zgjedhje të viteve të fundit, pra janë që nga viti 2000, mos gaboj, nga viti 2015 nuk janë adresuar plotësisht të gjitha rekomandimet e Odirit. Duhet të theksoj që janë disa rekomandime prioritare që kërkojnë patjetër vëmendje dhe zgjidhje nga Komisioni i Reformës Zgjedhore për të kthyer në ligj, siç është mbi të gjitha depolitizimi i administratës, përmirësimi i klimës zgjedhore, një fushat më ndershme dhe më e barabartë për gjitha palët, pra të gjitha janë çështje të cilat do të adresohen nga ligji zgjedhor, pra ai sa i takon ligjit zgjedhor, sepse mund të ketë dhe probleme tjera të cilat nuk i adreson ligji zgjedhor, dhe unë do të kërkoja mirëkuptim edhe nga opozita që jo çdo gjë që mund të ketë pretendim në lidhje me çfarë shkon mirë ose jo në Shqipëri, do të mund të adresohet nga Komisioni i Reformës Zgjedhore. Nuk duhet përdoret ky si një platformë për të zgjidhur të gjitha problemet, por ato gjëra që na takojnë ne, për sa i përket legjislacionit zgjedhor, për sa i përket fushatës zgjedhore, financimit të fushatës zgjedhore, financimit të partive politike, dhe këtu duhet të theksoj që kemi marrë një detyrë tjetër dhe duhet, mendoj unë, duhet ta kemi prioritetin ton pasi është një çështje as pak politike, siç është ligji për financimin e partive politike. Ndërkohë, bashkëkryetari i Partisë Demokratike Bylykbashi tha se topi është në fushën e majorancës për të treguar suksesin e reformës. Ai theksoi se ligjet nuk funksionojnë kur kryeministri deklaron se nuk i zbaton. Për fatin e keq, ne vazhdojmë dhe shohim një përkeqësim dramatik nga një raport në tjetër. Dhe raporti vitit 2025 mund të krahasohet me raportin e vitit 2001 në shkallën, në gjerësinë, në thellësinë e problemit. Është një raport i cili si rrallë më parë ka një detaj të jashtëzakonshëm për sa i përket shkeljeve dhe dhunimit jo thjesht kodit zgjedhor, por edhe çdo lloj standardi dhe praktike të mirë zgjedhore. E përredhoj kjo nuk është një pra ne nuk askush këtu, dhe këtu ndahem me bashkëkryetarin, që në fillim nuk mund të relativizohet se kur ne këtu jemi mbledhur për të bërë një do themi që kemi për të thënë dhe më pas gjëra do të ecin sikur është e programuar më herët. Unë gjykoj që nëse fryma në raport me reformën zgjedhore do të jetë ajo që pati reforma e shkuar, ku pat një komision që për 2 vite rresht erdhi vërdall pa përfaqësuar opozitën në mënyrë reale, duke mos prodhuar asgjë, më pas krijimi një grupi dialogu i cili nuk kishte kuptim në vetvete dhe s'kishte asnjë garanci parlamentare sipas rregullores, sigurisht në fund fare do të prodhonte atë që prodhoi. Në 2024 nuk pati reformë zgjedhore. Sipas Bylykbashit, shumë probleme zgjedhore lidhen me qeverisjen dhe nuk zgjidhen vetëm me ndryshimet në kodin zgjedhor.